Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Luan, mirëmëngjes, kënaqësi të të kemi këtu. Urime shumë për botimin tuaj të ri, ku na keni sjell ngjarje, figura, qytete dhe fakte që ju thoni që kanë qenë pak të ditura ose pak të panjohura deri më sot. Në fakt ashtu është një pjesë e mirë e materialit cilën kam menduar që të paraqes për publikun, për lexuesit, lidhet me kërkime personale të mia, të cilat natyrisht kanë si në qendër të tyre që sjellin ngjarje ose figurë ose personalitete dhe histori të qyteteve që pak njihen nga publiku i gjerë, i lexuesve të historisë dhe të arkeologjisë shqiptare. Në fakt, këto janë çështje ose janë disa probleme të cilat ose janë mbuluar nga pluri i kohës, si rezultat i mos dëpërtimit, po themi, për interesat ndryshme në këto ngjarje ose figura, ose kanë një farë mjegulle e cila gjithmonë rri mbi këto figura nga ana historike, për arsye që ne do ta dim se jo gjithmonë kemi kërkime të specializuara të cilat merren drejt për drejti me çështje të cilat në fakt ka kohë që rrinë aty dhe janë të pa ekspozuara ashtu siç duhet. Po, edhe një diçka tjetër kisha parasysh që jo të gjithë lexuesit janë të apasionuar pas botimeve, po themi ne të një niveli thellësisht shkencor që mbyllet brenda një guaske, po themi, të një grupi studiuesish dhe nuk qarkullon për publikun e gjerë. Dhe mendova, thash, të përgatis, ky në fakt është një vëllim i dytë, se një vëllim para ka përgatitur më përpara, në vitin 2016. Pra, është si më tepër didaktik? Po, është divulgativ. Me gjuhë më të thjeshtuar. Po, pra, është me gjuhë më të thjeshtë. Është shkruar me gjuhë për... Sepse ju merrni edhe me gjërat cilat ndoshta për arkeologjinë janë bazike, po për ne tjerët, për shembull, shtrirja gjeografike e ilirëve, për shembull. Ne kemi qef t'i vendosim ilirët nga poli i veriut, vikingët janë Pellazga, po jo kolegë, deri në Antarktidë, nëse ka mundësi, por kemi vërtetuar që Kilimanjaro është ilirë, apo jo? Vjen nga? Është shpjegim shumë i gjatë, po do vi... Qëllimi me zjarr. I thamë këto, profesor, sepse tendenca është që nga euforia, na rrëmbet ndonjëherë euforia. Dhe ashtu këta gjurmusit popullor. E shtimi çikë këmbët më larg se organin. Megjithatë, juve me shumë të drejtë thatë që ka dy kategori servirje të dijes ekskluzivisht për studiuesit, grupi vogël, por edhe divulgative, pra që njerëzit të kuptojnë, me gjuhë të thjeshtë, me krahasime të thjeshta, me simbolika atje, të kuptojnë se çfarë ndodh. Tani, ne kemi pak minuta në dispozicion, që do të thotë për secilin nga temat, më flisim në emision të tërë, apo jo. Cilat janë gjërat kryesore që duhet të mbajmë mend mbasi të kemi përfunduar këtë segment bashkë? Tashi, ka disa tema, kryesisht janë 22 tema, gjitha, që përbëjnë gjithë për mbajtjen e. Janë disa tema cilat kanë karakter përgjithshëm, siç e tha dhe Keli, që kanë të bëjnë me, po themi, anën historike të shtrirjes së ilirëve, disa vendime që lidhen me shtrirjen e ilirëve, domethënë në kuptimin e përgjithshëm të pjesës gjeografike, por ajo që nuk lëviz, pavarësisht tendencave që kalojnë në veri shumë më lartë se sa kanë qenë ilirët ose në jug shumë më, është se Gadishulli Ballkanik, ndryshe Gadishulli Ilirik, është një pjesë e cila nuk është e palëvizshme konceptin e studiuesve, qofshin këta shqiptarë, qofshin studiues. Gjë që do të thotë të paktën Gadishulli i Ballkanit ka qenë iliri. E dyta është se, për shembull, duke qenë se ilirët ushtrinë e gjithë Ballkanit dhe pastaj mbas ndryshimeve të mëdha që pati Ballkani gjatë shekullit 7 pas Krishtit, marrjen e slavëve, ku ndryshoi gjithçka, struktura politike, administrative edhe organizimit etnik të Ballkanit,
Aktualisht, kërkimet arkeologjike për Iliret i bën edhe Bosnjë-Hercegovina, i bën edhe Kroacia, i bën edhe Slovenia, i bën edhe Serbia, bën Bullgaria, bën edhe Maqedonia. Ata bëjnë, për shumë, e kam fjallën për serbët, ata bëjnë kërkime për Ilirët, apo që të vërtetojnë... Janë teritore të cilat nga anë administrative ju takojnë këtyre shteteve. Pavarësisht se popullata e lashtë, ati ka qenë Ilire e banuar më herë. Tash i problemi është se sa ato kanë qasje që të bëjnë kërkime për interesat e kulturës ilire. Se ato për shumë mund të kenë qasje për të bërë kërkime për bizantologjinë, ose për periudhën Ramak, ose periudhat e tjera analitike. Ata futën dhe më thellë, ata thonë që jemi ne autoktonë. Dhe kjo ka sjellë dhe një lloj, po themi ne, një lloj fragmentizimi të kërkimeve arkeologjike mbi Ilirët e para, dhe e dyta ka sjellë Shqipërinë si teritorin më të suksesshëm të kërkimeve arkeologjike për Ilirisë. Nuk duhet ishte dhe Kosova këtu tani që është bërë shtet i ri? Kohë dhe fundit, pas pavarësisht që fitoj Kosova, mas vitive 2000, kolegët tanë, bashkëpunisht edhe me ne, po bën një punë shumë intensive dhe po ka gërmimet pa fund në Kosovë, cilat her pas herë kanë parë edhe dritën e botimit. Kemi disa botime, që lidhen me Kosovën. Kemi disa monografi që janë dhënë për Kosovën dhe, si thush, është futur në teritorin e kërkimeve të mirë fillta për sa i takon kulturës ilire dhe arbrore. Sepse Dardania, besoj se është shumë e rëndësishme jo vetëm për gëdishmën lirik, po dhe për Romën, apo jo? Unë kam bërë një monografi për Dardanët, kam botu para 2 vitesh, është përkthyer edhe në anglisht, dhe kam gjithë sfondin e Dardanis, nga periudhat e hershme deri në periudhën mesjetare. Dhe natyrisht që Dardania është, si thush, teritori që lidhe Bregdetin Adriatik me detën e Zi. Dhe veriun me jugun. Dhe thot ka pas një pozicion strategjik dhe kjo ka qenë gjithmonë e lakmuar, jo vetëm nga Roma, po edhe nga shumë mbretëritë e saj kohë, po themi për... Nga fillon Dardania, Dardania marrim Kosovën e Soqme si nukli kryesor, pastaj ngriu në Serbinë e Jugut, që është Nishi. Okej. Futu në Maqedoninë e Veriut, që është në Lugina Apollogut. Okej. Gjithë pjesa e Shkupit dhe vjen deri në zonën e Ohrit. Dhe Daliandet është në Ulqin. Daliandet, po Ulqini gjithmonë ka qenë në fakt qytet që është lidhur me Epirin e Ri. Me Durrësin. Me Durrësin. Po. Ka qenë një ndër qytetet që ka përbërë... E Epirit të Ri. Ka përbërë... Po ku është Daliandet e Dardanis? Cila konsiderohet? Dardania ka pas nëpërmjet nesh. Ka pas dalet vetën. Nuk ka pas dalet vetën. Nuk konsiderohet... Gjithë lufta që ka bërë Dardania në të kohë, për flasim për mbretërinë Dardane, ka qenë me Maqedonasit, për teritoret e Ohrit, për teritoret e tjera të Luginës Apollogut, se gjithmonë kanë kalu sa me i krah tjetër. Dhe pikrisht njëri nga mbretërit për cilët unë shënoj këtu, që është Glaukja, pikrisht kjo ka qenë ndër mbrojtësit kryesor të pavarësisë së mbretërisë Dardane. Pse Glauku është Dardan? Glauku është Ilir, mbret Ilir. Mbret Ilir. Ka pas një marrëdhënie shumë të ngushtë me mbretërinë Dardane. A, ka pas aleancë? Aleancë. Ku e ka pas qendrën Glauku? Glauku qendrën kryesore ka pas në Shqipërinë e Mesme. Shqipërinë e Mesme ka pas në aktuale sot. Ka pas në sondimin e ti... Se për the Shqipërinë e Mesme, i e bërë nga Elbasani, direkt, do më thënë shtë. Po, Elbasani rastësisht u bë një ndër qendrat kryesore, se Elbasani është një ndër qytetet kryesore të Ilirisë. Të Ilirisë edhe të periudhës romake dhe bizantine në Shqipëri. Është qyteti që u ngrit Kastrami, i cili kishte dislokuar rreth 5 legione romake brenda. Pra, ishin rreth 15.000 ushtarë të dislokuar në teritorin e asaj kohë. Plus që ka urat fantastike që janë ndërtu në kohën e rrugës e Knatia, ka gjithë sistem. Është, si thush, damari kryesor, lëvizës dhe i lidhës midis Bregdetit Adriatik dhe zonave të brendshme, që imagjino që lidh zonën e Maqedonisë, së Soqme, edhe në atë kohë të Ilirisë, pjesa juglindore, plus edhe zonat e tjera që lidheshin drejt me Selanik. E kuptoj. Pra, Glauku... Kastromet në Shqipëri janë shumë të veçantë. Kastromet e vegjël janë një në Vig, që është në
në afër Vaudes. Po? Një tjetër është në Paleokastër, në jug të Shqipërisë, edhe Kastrumi i Elbasanit që është 5 herë më i madh se gjithë këto dyja. Kastrum do të thotë Kastrum vjen Kështjell. Kështjell, po kështjell fushore. Po, kështjell ushtarake fushore në formë katrore ishte, me kulla, me 2 rrugë kryesore, me 4 porta ose 2. Që janë të rralla në Janë shumë të rralla. Se në përgjithësi janë investime të mëdha që bëheshin atë nga perandoria. Që janë kështjella qytete, ë? Dhe bëheshin po në ato qytete dhe në ato vende ku kishte zhvillim ekonomik, zhvillim industrial. Për shembull, Shkupi, Nishi, janë qytetet krijuar me bazën e një kastrumi. E kuptoj. Domethënë, fillimisht janë krijuar si qytete ushtarake, natyrisht janë krijuar mbi një shtresë i lire, sepse ka pas tjetë dhe janë gërmimet tregojnë se këtu ka pas një qytetrim, po themi, i lirë, dhe ky qytet i bërë, edhe Ulpiana është i kësaj kategorie, pasi rreth këtij qyteti është zhvilluar qyteti. Madh dhe është krijuar ato qytetet. Dhe nuk ka qenë pa qëllim të vendosja. Ndërtimi i Romës në shekullin e dytë në territorin e Dardanisë, se Dardanet u pushtuan shumë më vonë se sa pjesa e Ilirisë sonë. Po. Është bërë nga rruga Egnatia në drejtim të Shkupit. E kuptoj. Mbas Shkupit, pastaj është bërë rruga për në Ulpianën, mbas Ulpianës për Nish. Dhe pastaj është lidhur Ulpiana nëpërmjet rrugës Lisosit, është lidhur me Bregdetin në drejtë. Sa vjet ka zgjat pushtimi? Ka 3 faza. Faza e parë është depërtimi, po themi, njohja pas Julius Cezarit. Po. Është fundi i shekullit parë, fillimi i shekullit parë pas Krishtit. Pastaj shekulli 2-3 është intensiteti. Është intensiteti. Ndërtimi, edhe në fund të shekullit 3 dhe fillim shekullit 4 bie. Cilët janë perandorët romak që ne pretendojmë që janë Dardan? Tash historiografia tregon, për shembull, është Diokleciani, ato është Licini. Është natyrisht Konstantini i Madh që bëri epokë dhe është edhe Nishin unë e lidh atje me vendlinjen e Konstantinit Madh, sepse ai ka origjinë nga Nishi dhe mori pjesë dhe ndërtoi një qytet thotë shumë të bukur që i dha lavdi dhe vetë perandorisë asaj kohe për Nishin. Dhe aktualisht, po të shkosh sot në Nish, nuk e di se sa ju ka rënë ju... Unë s'kam qenë asnjëherë në Nish. Është një kalam mesjetare, e cila brëndësi ka disa gjurmë arkeologjike, po që e qytetrim që përmendin burimet historike dhe që përmendin, domethënë, mënyra se si është organizuar ky qytet është shumë e vështirë ta zbulërsoj. Glauku dhe njeri, dihet se lija ku ka, në cilën nuk dihet. Nuk dihet. Ja, edhe shumicën e mbrojtërve përveç keni një hipotezë Agronit. Agroni ishte në Kotor, apo jo? Po, përveç Agronit dhe Gentit që dihet se litë. Po Genti? Genti ka pasur Shkodër. Në Shkodër. Po pse e ka varrin në Gubbio të Italisë? Tash i varrin Gubbio është sepse... Se është i burgosur. Ai u hoqi nga frondi. Më ra nga frondi. Dhe është i burgosur. U burgos dhe atje ishte në aty është një lloj internimi. Po, ne e ka varrin atje. E kuptoj. Edhe Genti ka histori shumë interesante. Kemi një material. Ti kapitull për Gentin, ose është shumë e çuditshme Shqipëria. Kemi Gent, Gentiana, Genta pafund, kemi Glauk pafund. Me fund, nuk është Skërdilajt ka Glauk është shumë i përhapur, si në Shqipëri, si në Kosovë. Kosovë çik më tepër. Edhe në Shqipëri, sa duash ka, të më tani, varet sa një... Është edhe emri Skërdilajti që ka qenë... Po, dhe Skërdilajt e kështu me radhë. Këtë dhej nuk ja dim historitë. Po pra ne edhe unë gjithmonë, se unë kam... Biles librin kam dediku mbesave dhe nipërve, sepse gjithmonë bëjmë debat edhe në shtëpi. Dhe verë e që ka nevojë për një material i cili të jetë plus ati materialit historisë për shkolla. Po pra. Fatë sot rinia ka nevojë për materialet cilat i japin një lloj identiteti që edhe ata të ndjehen krenar për historinë edhe për origjinë e tyre se nga vinë. Për shembull, është për mua shumë interesant ardha e Julius Cezarit gjatë luftës civile në Shqipëri, lufta me Pompejn, me Mark Antonia dhe elementi që unë kam kap atje, nuk është thjesht ardhja e Julius Cezarit këtu.
Por është Julius Cezari bëri rifortifikimin e lisit. Po, Dhe ka dokumenta historike për këtë punë. në më thënë, legja është fortifikuar nga Rifortifikuar nga Julius Cezari. Julius Cezari, si Të dhja. pluveve civile, që për shembull nuk e kemi si element të ditur, po themi ne Jo, se një historian i famshëm nga ka tregu që beteja e Julius Cezarit edhe Pompeut është bon Green Coast. Në Palas. Po, A ka kaluar? Green Coast. Kështu e ka thënë historiani. Ka kaluar Cezari në Një personalitet jugun i tonë? historisë. Cezari ka kaluar dhe se di Green Coast, po dhe më thënë, ideja është këtu që burimi historik thot që Mark Antone thot erdhi me anijet e tij dhe pjesën kryesore të anijeve e la thot tek porti i Shëngjinit, po themi sot, ndërsa me varka të vogla u fut në qytetin e Shfrytëzoi kanalin Lumit. nëpërmjet Lumit. Po, pra Drinit, që është Drini i sot që kemi. Po. Pra do të thotë që Lezhë në atë kohë ka pas dy porte. Portin e Shëngjinit dhe portin e brendshëm që ishte porti i Lezhës. Ashtu siç ka pas dikur Apollonia një port. Po se është beteja e famshme e rënies Lezhës me rezistencës gjatë periudhës mesjetës, pastaj që bëhet pikërisht kemi pastaj tek ai lum. Portin bizantin kemi zbuluar në ngërmimet arkeologjike që kemi bërë. Është poshtë memorialit të Skënderbeut. Po, kemi zbuluar atë. Aq thellë porti? Po. Kemi gjetë. Kolegë, ndoshta dua që të saktësojmë ca gjëra, se këtu jepen dhe fakte që duhet të jemi korrekt. Ti the ka pa fund glauk. Jo, nuk ka pa fund, sepse unë në pyetjen e inteligjencës. Kënjerina nga rahat, domethënë. Sekond, kolegë, se gjithë secili ka interesat e veta. Janë 230 persona me emrin Glauk që jetojnë në Shqipëri, ndërkohë janë 1330 persona me emrin Enkel, janë 6429 persona me emrin Duan dhe vetëm ty me emrin, kush e ka emrin tim tjetër më? Eduard. Po, s'pas ka. Është në qeveria që ka emrin tatë. Është Edvin. Kulluri. Për Edvin Kullurin e kishe fjalë. Jo. Vazhdoj me gjëra më interesante. Për mbreti Nuk ka kaluar në Palas, në Green Është Coast. vërtet që ilirët, domethënë, jetëgjatësia e ilirëve si shtrihet në 2000 vjeçar? Në ç'kuptim? Domethënë, ilirët njihen që kur flasim për ilirët, flasim 800 vjet para Krishtit? Tashi çfaqen me emrin Ilir, çfaqen në fund të e bronzit dhe fillim të hekurit. Pra kemi parasysh diku 1600 vite përpara erës tonë. Ngarmimet arkeologjike, sidomos tumat ilire, më të hershme që janë zbuluar, janë fundi i bronzit. Domethënë tuma e Kamenicës për shembull? Ka Kamenica, kanë tumat e Qinamakut, janë tumat e Rehovës, Korçës, janë tumat e tjera të Kosovës, janë tumat në gjithë në Bosnjë Hercegovinë, në vende të tjera që tregojnë se janë çfaqen në fund të shekullit. Si është kjo puna e piramidës në Bosnjë? Kam lexuar për shtyp, po nuk është se interes veçantë për këtë, sepse piramidat dihet kanë qenë një element arkitektonik, jo ballkanik. Okej, si gjendet në Bosnjë, se kuptojmë, apo ka pas edhe atëherë, duke qenë dhe atëherë kjo puna e konkurseve ndërkombëtare të arkitektëve. Po, do të thonë ne nuk kemi ndonjë të dhënë që tani mbreti Gent, që ishte mbreti i Shkodrës i bie, apo jo? Dhe i bi që mbretërisë ilire. Mbretërisë ilire, domethënë. Që ishte dhëndër i mbretit Dardan. Kishte vajzën e mbretit Dardan. Okej, krushqit politike në atë kohë dhe deri në mesjet vonë, domethënë kanë qenë të njohura. Po edhe krushqit tregojnë lidhjet e mbretërive njëra me tjetrën në mënyrë që të krijonin koalicione. Domethënë, po, kjo është mos e kuptueshme. Edhe një lloj pengut njëri tjetrit që mos të sulmojnë. Pra jepin vajzën, merrnin djalin. Si quhet mbretëria e Gentit? Mbretëria ilire. Mbretëria ilire, kaq. Dhe e kishte shtrirjen përtej Shkodrës deri shkonte në Malzi, Ulqin, Kotor, aty ku ishin edhe zotrimet e... Shkonte deri në Naredva. Ose Narona. Është qyteti Narona, është një muze shumë i bukur. Është i kësaj periudhe në Kroaci. Naredva është lumi i Naredva. Po ka dhe një gjë tjetër, për shembull interesante. Fjala vjen marrim me lumin Drin. Po. Kemi Drin i Bardh. Po. Kemi Drin i Zi. Po. Drin i Bardh buron në Kosovë, Drin i Zi në
por, apo jo. Po. Pra, në aspektin geografik të popullatave që kanë jetu, nuk kanë ndonjë lidhje njëri me tjetrin, se s'janë afër, që themi ne u quajt Drin nga ky fshat dhe... Po pse është quajt Drin i Barën? Po kemi dhe Drilon. Që e kemi në... Po. Kemi dhe Drinos. Po, kjo e kemi Gjirokastër, po. Po kemi Drin edhe në Bosnjë e Hercegovinë. A këtë se dje? Dhe është i madh, është i gjatë, më i gjatë se sa Drini që kemi ne. Po që do të thotë kjo? Kjo është tash një fjalë që mendoj unë, edhe nga diskutimi që kemi bërë, që është fjala lumë në ilirisht. Drin? Drin. Dri. Dri. Drin i Lezhës. Dre. Dri. E kuptoj. Dhe më në lidhet me fjallën drejt, me që ecën, që rjedhë. Dhe më thonë, është një gjallë, dhe paka shumë teritorit i lire, lumit, i kanë thonë Drin. Ja, këtu s'kishte vajtë mene. Nuk është se identifikon një lumë të veçanë, po, i thotë Drin. Dhe kjo ka qenë që thush një... është emër generik. Po pra, që ka emër i përgjithshëm. Ja, me këto. Dhe më, këto janë gjithsesi hipoteza, nuk është se... Normal, gjithmonë është janë diskutime këto, por se është fjalë shqipe, është fjalë i lire dhe që ka ardhur nga makrotoponimia, siç vjen sharri për shembull, ose lumet e tjerë shkumbini, ose lumet e ndryshëm, ashtu është edhe kjo, është futur në sistemin e atyre fjalëve të cilat vijnë me origjinë nga lashtësia. Dysha shumë kurioz dia se sa janë në numër fjalët e ilirishtes që gjenden akoma në gjuhën shqipe. Janë shumë, për ka shkruajtur Shem Shaveri, për këto, domthon ka këto makrotoponimia është komplet asaj kohe. Dhe ka zona që janë shumë pastra, për shembull, nga ana etimologjike të gjuhës shqipe, sidomos zonat e veriut ka shumë. Sepse kanë qenë pandikuara nga pushtimet. Janë pandikuara, po. Ka, për shembull, mendime që fjalët që u morën për pakzimorët e para të feskat të krishterë janë ilire. Dhe sot e kësaj dite përdoren nga gjuha italiane ose gjuhët e tjera të pandryshuara nga gjuha krishtare, të marrën direkt nga ndërtohesh për shembull grigja. Grigja. Po. Gregja i thonë italisht. Po e kanë marrë nga. Domethënë ka janë bërë studime shumë të mëdha të cilat tregojnë se një pjesë e mirë e konsoliduar e fjalorit të përdorur në kish në atë kohë është marrë nga pjesa e gjuhës ilire. Tani... Po, nuk jam specialist si kësa. Jo, aq më tepër që pastaj do hymë në një territor të minuar edhe... Syun është. Jo, as ne nuk dëshirojmë që një profesor... Për shembull, do të më pëlqente, fjala vjen që meqense se përmendëm Glau. Glau, për shembull, imagjinoj që në atë kohë tregojnë një diplomaci të cilët rrallë mbrojtër e kanë treguar duke strehuar në pallatin e tij e Pirën e Epirit. Shi. Dhe mori 2 vjeç e rriti dhe 12 vjeç e vuri në front Pirën e Epirit si mbreti i Epirit. Po si e mori 2 vjeç nga... Po luftat e brendshme në Epir, midis Xhaxhait të Pirës dhe Tjatit, solle një përleshje të atillë sa që rrezikohesh jeta e Pirës. E fëmijës, e trashëgimtarit. Atëherë marrin Pirën, duke qenë se ky kishte marrëdhënie të mira dhe i lutën mbretit që ama të lutem na marrësh fëmijën që të rri të jetë i sigurt këtu, se ai kishte edhe një lloj potence ndërkombëtare që s'mund të shkonte dikush e ti përballesh me. Unë kam ditur koleg që Pirro është rritur në Elbasan. Gjithmonë do ta kuptosh që ne çomët kena pas marrëdhënie me Elbasanin që kohën e Pirës së Epirit. Ju keni qenë ato që i keni bërë. Ziheshin me njëri tjetrin koleg. Unë i përkas nga piki i babës. Edhe e rriti. Biles e kam shkruajtur aty nga burimet thua se si Pirroja është duke ecur zvarr shkon tek mbreti i kapat e këto pastaj janë çik të këtu futemi te legjendë edhe kaptunikën ashtu dhe si thush mbreti i buzëqeshi e mori në kratë e tij edhe se do kënaqesh edhe ju duke shkruar librin ose të mërzit shkruajtja e librit do të keni edhe ju momente të juaja edhe si thush me djalin e Glaukut Pirroja ka qenë po themi vëllezër të rritur me dhe pastaj mori frontin dhe ka pas edhe ato luatet e veta. Pra, Pirro e Epirit është Pirro e Epirit sepse u eduku tek në Glau, të mbreti Glau. Dhe mbreti Glau është personaliteti që lidh Bardylin me Agronin.
Pra, në që se Bardhyli ishte mbreti që kryoj mbretërinë dhe shumë pak dimne për Bardhyli, në fakt që du të thellohemi dhe Mbretërinë Ilirë, Tashi, ky është ai që e bëri të famshme mbretërinë Ilirë, si mbretëri, dhe që më pas e trashëgoi në këtë formë Agroni, i cili e rriti prapë për sa i takon edhe si përfaqës, po dhe forcës. Pavarësisht se Agroni në burimet historike del vetëm me një pasazh, ku thuhet që e vllai i tij, Skërdilajdi, që ishte general i ushtrisë së kohë, po luftonte Qamërinë në pjesën e Epirit. Dhe lajmëron se thot kemi fituar betejën dhe thot as shumë piu nga dëshira sa që thot vdiq për mbretin Agron. I cili pastaj më vonë u zëvendësu nga Teuta. Nga mbretëresha Teuta. Tash edhe këtu ka një pikë pyetje. Tash burimet thonë që Agroni kishte grua 3 Teuta, me cilin kishte djalin, Pinin, dhe grua e dytë ishte Teuta. I ka pasur 2 me një emër. Ashtu. Tash ka nga ato që thonë që ato shkruesit e burimeve historike janë ngatruar, domethënë është i njëjti person, si Teuta, si 3 Teuta. 3 Teuta? Po, 3 Teuta, po. Dhe po lind pyetja, pse nuk e mori fronë Skërdilajdi, po e mori shoqja e Agronit. Sepse Skërdilajdi mas kësaj sillet vërtet në përmbretëri dhe bëhet alat i ngushtë i Romës, derisa futet edhe bëhet mbreti i Ilirëve. Mbasi bie Teuta. Po Teuta bie shumë shpejt. Bie shumë shpejt se... Shumë shpejt. Tash dinastia e Skërdilajdit është dinastia vërtet ilire. Është Skërdilajdi, Leorati, është Genti. Genti është i fundit. I fundit. Dhe mbas Gentit e nuk flasim për... As Gentit e mbretëria ilire nuk pushon si... Jo vetëm të neve, pushon së qeni edhe Macedonia dhe shumë... Mirë, po do më... Me futjen e Romës në teritorin balkanik, gjithçka merr tjetër... Genti merret dhe qohet i internuar ose i burgosur vetëm, apo me gjithë tribunë e tij, po themi? Me gjithë familjen. Me gjithë familjen. Me gjithë familjen. Edhe djalin, edhe shoqën, gjithë. Flitet edhe për vllajin e tij, megjithëse ka pas konflikt me vllajin. Për shumë një gjë tjetër është interesante, me që se përmendet pjesën e Julius Cezarit. Nipi Julius Cezarit ka ardhur në Apolloni, Octavian Augusti. Octavian Augusti patjetër, po se aty ka qenë si universitet, apo? Octavian Augusti ka ardhur në Apolloni së bashku me mikun e tij, që ishte Agriba, që më vonë u bë dhe dhëndëri i familjes Julius Cezarit. Tash i problemi nuk është sepse erdhej në Apolloni, sepse edhe mund vije, nuk kishte problemi është se çfarë ishte Apollonia në këtë kohë. Çfarë ishte Apollonia? Apollonia, do të thonë, ishte një qytet që patjetër do të kalonin figura të tilla, kaq të mëdha ndërkombëtare për të mësuar oratorinë, për të mësuar arkitekturën, për të mësuar domethënë shkenca të ndryshme, të cilat atyre i duheshin për të udhëheqë në post kombi dhe pra kemi të bëjmë një nivel aq të madh të ngritjes asaj kohe të këtij qyteti për sa i takon shkollimit, saqë po se kalove këtë trajnim, po themi ne, ai quhesh jo shumë i bindshëm për të marrë perandorinë. Apollonia konsiderohet qytet ilir apo qytet helen? Është miks. Është miks. Është miks. Pse them është miks? Qytetet tilla, jo vetëm të ne, po në gjithë botën janë qytete që bashkëjetojnë me populatat përreth. Natyrisht, për shembull, që populatat përreth, populata qofshin barejtore, qofshin bujqësore, ose janë në shërbim të qytetit, se kështu ka qenë gjithmonë. Por gjithsesi kjo nuk do të thotë, për shembull, se gjetja e shumë emrave ilirë që kemi ne, qoftë në Durrës, në Apolloni, për stelat ndryshme ose në aktivitetet ndryshme, tregon që popullata ilire ka qenë pjesë dhe produkt i këtyre, pavarësisht tek origjina dhe krijimi i këtyre qyteteve si koloni helene, po themi ne, në historiografinë moderne që shkruhet. Mund të themi Fjala vjen, është një artikull atje që themi ne ilirët fitues të kurorave olimpike. E ke aty, që të regon se si ilirët kanë marrë pjesë në lojrat olimpike të Athinës ose lojrat tjera dhe kanë qenë kampion olimpik. Ka qenë kompetitiv. Po,
dhe kam bishkrimet cilat flasin që Iliri filan, në garën e kuajve filan, fjetoj këtë, bëri këtë, dhe kanë bërë përmendore të madhe, e kanë ashtu. Me thënë, jeta ka qenë shumë më e hapur dhe shumë më e kombinuar, se sa ta marrin, do me thënë, të shkputur qytetit nga teritoret e tjera. Profesora, mund të të bëj një pyetje e cila mund të tingëlloj kështu si nacionaliste, por që në fund fare jemi tek e vërteta. Do me thënë, fjala Ballkan, dhe paktën unë kam dëgjuar leksion të profesor Arit Pesarit, do me thënë është një marrë. Është një fjalë e vendosur gati në një abuzim shkencor të një historiani gjerman. Nuk do ishte me vend që të paktën në teritoret ku studiohet Shqip, ku flitet Shqipet, po dhe në letrat zyrtare, ne t'i drejtojmë i Ballkanit, klasi shqiptar, tani nuk them që t'ja imponojmë bulgarëve dhe serbëve këtë punë, me emrin Gadishulli Ilirik? Në fakt, në shumë studime përdoret. Jo, unë kam fjallën në folën zyrtare. Në pjesën zyrtare, pastaj këto janë probleme cilat po të pyesin mu nuk ka arsye sepse mos bëhet. Që do shkaktoj një lloj fortune nacionaliste, kjo është e pa... Por edhe termi i fundit që doli tash, Europa Juglindore, doli Kastile nga Bashkimi Evropian, për të shmangë Ballkanin. Kemi probleme me emrin Ballkan, se emri Ballkan gjithmonë tregon një vend ku ka trazira, ku ka probleme, po. Prandaj edhe është zhduk tash nga Bashkimi Evropian, nuk përdoret po emri Ballkan, po thuhet gjithmonë Europa Juglindore. Ballkan është fjalë turke apo jo? Thonë iraniane, thonë turke, ka, do me thënë... Po që jep konceptin e vargmalit. Po gjithmonë jep të një gjëje të egrë, të një gjëje cila rritë gjithmonë në njerës që janë, po themi, një gjë egrë, jo diçka e civilizuar, si që ishte vetë Ballkani e saj kohë. Dhe kjo, për izvërtetës, është përdor shumë nga Jugoslavët. Ballkan. Është përdor shumë. Do më thënë, në çdo citim, në çdo punë që kanë bërë ato nga... Sepse edhe gjatë kohës, kur shtetet komuniste, që kishte Ballkani, për shembull, ka pas një luftë të pashpallur, po që bëhet edhe në fushën e shkencës dhe kryesisht për fushën e arkeologjisë dhe historisë. Padyshim. Për shembull, ka teori që Kosovën të ndanin që në atë kohë, për shembull, nga ana etnike në dy pjesë. Fjala vjen rrafshin e Dugaxhinit, ta quhen se janë tamam ilirë që lidhen me kulturën ilire, ndërsa pjesën e rrafshit të Kosovës, ku bën pjesë Prishtina, Gjilani, Mitrovica, gjithë kjo zona tjetër. Gjitha fush Kosovë. Po, fush Kosovë, këto është një pjesë e përzier, dakomyze, thrake, ilire. Është e historia 1389-ës pastaj. Po, ka një moment që u bën ngërmime në atë kohë, në 82-shin, janë bërë ngërmime në tumat e Llashticës në Gjilan. Po. Dhe ishin edhe arkeolog serb edhe arkeolog shqiptar. U hap një barveshje asaj kohë. Dhe atje u zbuluan kultura ilire që janë këto dyve gjake, tipike që i ka vetëm kultura ilire që kanë kulturat e tjera. Dhe i thonë ati, ka qenë një java anglisht që i thonë që hade shikoje, po, kultura e matit. Ate i thotë Zef Mirdida, ka që studiu shumë, ndjeri nuk jeton, i thotë që pra të kemi zanë edhe ty matë. Profesor, të falenderoj shumë. Gjithë mirë. Je i mirë pritur. Ky është një libër i cili duhet lexu, sepse nuk është i vështirë për të lexuar, nuk është si tekstet e tjera të historisë. Pas pak, Mjilli.